Vihet në prangat e policisë Milan Milićević, kryetari i Partisë Demokratike Serbe, partisë më të madhe opozitare në Republikën Srpska të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ministria e Punëve të Brendshme e këtij komuniteti njofton se oficerët e drejtorisë së policisë kriminale në mbikëqyrjen e Departamentit Special për Luftimin e Korrupsionit dhe disa departamenteve të tjera kryen aksionin duke vënë në pranga Milićević dhe 2 shtetas të tjerë në ndyshimet se kanë kryer vepra penale të ndikimit dhe pranimit të rishfetit. Në njoftim thuhet gjithashtu se oficerët e policisë kanë sekuestruar rreth 45.000 euro gjatë hetimeve në 6 muajt e fundit. Këto para thuhet se buronin nga veprimet korruptive. Sipas Partisë Demokratike Serbe, arrestimi Milan Milićević është një përpjekje e dukshme për friksim politik, duke krijuar kaos dhe dhunë kundër vullnetit të shprehur të qytetarëve. Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës me seli në Sarajev e ka dënuar Dodik, presidentin e komunitetit me shumicë serbe të Republikës Srpska me 1 vit burg dhe e ka ndaluar atë të merret me politik për 6 vjet për kundërshtimin e vendimeve të dërguarit ndërkombëtar të paqes të vendit, Christian Schmidt, gjë që përbën një akt kriminal.